Zgjedhja e presidentit të Kosovës në mars të vitit 2026 mund të marrë një kaje tjetër me propozimin e Gjeneral Bashimi Jasharit për këtë post. Eksperti Drizan Shala thotë se Jashari mund të sjellë një unitet më të madh dhe një qasje të pavarur në udhëheqjen e Kosovës. Sipas tij, përveç rolit të tij ceremonial, kandidatura e tij mund të hapë debatin për forcimin e pozitës së presidentit dhe mundësinë e një sistemi gjysmë presidencial në Kosovë. Procesi i zgjedhjes së presidentit në mars 2026 mund të shmanget duke propozuar Gjeneral Jasharin për president të Republikës së Kosovës. Propozimi i Bashkim Jasharit në komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës për të kandiduar për president është një çështje që ka tërhequr vëmendje në politikën kosovare në të kaluarën. Bashkim Jashari është një figurë e njohur dhe një lider i respektuar për rolin e tij në forcimin e FSK-s, si dhe për kontributin e tij në ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit të Kosovës pas luftës së Kosovës. Nëse propozimi i tij për të kandiduar për president bëhet realitet, kjo mund të ketë disa implikime të rëndësishme për politikën e brendshme të Kosovës. Për shembull, si ish komandanti i FSK-s, Jashari mund të ofrojë një mundësi për të konsoliduar unitetin dhe besimin tek institucionet shtetërore, duke ofruar një leadership të fortë dhe një imazh të pavarur, pa qenë ndikimin e partive të caktuara politike. Megjithatë, ky propozim gjithashtu mund të shkaktojë debate dhe mund të ndeshet me një sfidë, pasi roli i presidentit në kushtetuesen e Kosovës është kryesisht ceremonial dhe është më shumë një figurë unifikuese. Përveç kësaj, mund të jetë e rëndësishme të vlerësohet se si do të menaxhojë ndarjen e pushtetit dhe marrëdhëniet me institucionet e tjera, përfshirë qeverinë dhe kuvendin, dhe për të forcuar pozitën e presidentit të vendit në një propozim sistem gjysmë presidencial. Kandidatura e mundshme e Jasharit për president pra ka implikime pozitive në aspektin politik të Kosovës, duke i dhënë vend të ri pozitës së presidentit dhe ruajtjes së ekuilibrit politik në vend, shpjegon eksperti Drizan Shala.